duke qenë se është një zonë me traditë dhe histori Klosi vet, për shkak edhe të vetë natyrës spektakolare që ajo mbart dhe ta imponon atë sjelljen dhe afërsinë me artin. Lidhur me aktivitetet kulturore artistike në bashkinë tuaj, cila nga aktivitetet i jep më shumë gjallëri dhe ku jeni ju fokusuar ju më shumë gjatë këtyre viteve? Realisht Klosi ka shumë histori, ka traditë, ka kulturë, ka art, ka vende të bukura shumë për të vizituar. Ne në traditën tonë është edicioni i 7 që bëjmë tani në fund të shtatorit apo fillimit të tetorit, Fest Folk, ku traditën, historinë, kulturën, artin, gjithë prodhimet bujqësore dhe plektorale, sepse Klosi është vend është një zonë rurale dhe që mbahet me prodhime plektorale dhe bujqësore, ne i promovojmë në këto 2 ditët e Fest Folkut. Dhe këtë vit është edicioni i 7 dhe përveç panairit në këtë Fest Folk kemi edhe pjesën e folkut ku marrim pjesë grupe artistike nga Shqipëria, por edhe nga diaspora. Në fakt kam re që nuk je bërë pjesë e kësaj konkurrencës, cila është vendlinja e Skënderbeut. Ja ke lënë të tjerëve të porosi. Se çka lexuar nga libri i Marlin Bareretit, në fakt më del sikur vendlinja e Skënderbeut të jetë në Klos, në Kalane Peral, më duket. Në fakt, se kur takohemi të gjithë ne si kryetar bashkish, duam ta marrim nga një pjesë dhe për vete në fakt ka vendet ku Skënderbeu ka qëndruar aty me familjen, por që vendlindjen akoma nuk jemi të saktë gjithë, se një pjesë dua ta marrun, një pjesë Mati, një pjesë Dibra dhe të tjerë. Kështu që besoj do zgjidhet më vonë. Po lëmë me vendlinjen e Shqipërinë, Skënderbeun dhe të jemi në rregull. Dhe rruga e Arbrit në fakt që ka qenë shumë e përfolur në vite, më në fund që është bërë një investim dinjitoz dhe nga kjo përfiton patjetër Klosi sepse afron atë shumë e kryeqytetin dhe ju jeni bërë tashmë një lagje e saj. Tiranës. Çfarë impakti ka pas edhe besoj që edhe vetë banorët e kanë mirëpritur këtë investim. Investimi më i mrekullueshëm në qarkun e Dibrës dhe jo vetëm. Edhe për Tiranën, investim që në fakt e falenderoj miraherë Edi Ramën për fjalën e mbajtur për këtë investim, ku solli shumë ndryshim në qarkun e Dibrës. Rruga e Arbrit, nuk e imagjinon në Juli, klosianët bonin 3 orë rrugë nga Shkopeti për të ardhur në Tiranë, sot vetëm për 30 minuta je në Tiranë. Klosi ka edhe pozicionin strategjik, direkt nga Tirana futesh në Klos, është lagje e Tiranës sot. Ka sjell shumë ndryshime, ka sjell shumë impakt pozitiv, edhe ku qëndron impakti pozitiv, sidomos në zhvillimin e turizmit. Sot në Klos, kur asnjëherë nuk e imagjinoje se ku bie Klosi, jo të pronotosh qëndrimet në lokale apo me orare, sot në Klos nuk gjen, po për fundjavë ka shumë kërkesë për turizëm, ka kërkesë për zhvillim, ku edhe nga banor që janë larguar sot nga Klosi, sidomos një plan i bardh, është një fshat shumë i bukur, ishte shumë i bukur, por që për shkak të mungesës ujit, ku një traverbank ja tërhoqi ujin, banorët u detyruan të largohen në zonat e Durrësit, ku sot kërkojnë të vinë në planin e bardh, të rikthehen, të ndërtojnë, të zhvillojnë, sepse aty ka vajt dhe ujë pishëm, rruga e Arbrit është shumë afër. Ka ndikuar shumë në zhvillimin në ndërtimin e bujtinave, ku në Klos janë ndërtuar rreth 12-13 bujtina. Tani sapo hapur një resort shumë i bukur në Gurë dhe një njësi administrative, po shumë i bukur, një investim gjigant. Duke qenë se Klosi që nga kthyer në një bërthame zhvillimit ekonomik, në fakt nuk duhet që ta preki reforma. Besoj që të shpresojmë shumë që bashki të këtyre niveleve, sepse është punuar shumë edhe në nxitjen edhe vetë një zhvillimi lokal, si në Bashkinë Klos, Bashkinë Dimala, apo bashki të tilla si Poliçani e tjerë që mendohet që mund të prekeshin nga kjo reformë, të besojmë dhe shpresojmë shumë që do të ishte një kthim pas në fakt. Këtë gjykimin tuaj, në fakt në gjykimin tim po të preket nga reforma. Klosi sot unë e krahasoj me atë beben e vogël që forsa ka lindur me rrugën e Arbrit dhe ka nevojë të ushqehet, të rritet dhe të zhvillohet, dhe jo më njëherë ta
Patjetër, besoj do Ka të ishte një nevojë kthim shumë, pas. do ishte një kthim pasi për gjithë ato të rinj dhe të reja që qëndrojnë dhe nuk do ta gjejnë veten, besoj më në klos, po do largohen me familje, largohen me fëmijë, largohen me biznese të tjera. Shpresoj shumë që Dhe keni qenë një avokate shumë e mirë përpara komisionit për ta mbrojtur identitetin e zonës dhe për të qëndruar jam bia e klosit Juli, më duhet patjetër. Edhe do duhet patjetër. Jam një mjeke që u kam shërbyer për 33 vite e veçantë dhe do të ishte sapo ju thash që rrallë më thon kryetare, gjithë më thon doktoresha në klos. Dhe them që Klosi ka mendimin që duhet të qëndroj bashki, po do pak vëmendje ashtu siç kryeministri e thot me të madhe që duhet të investojmë aty ku edhe të vjelim të ardhurat, që çdo bashki në fakt duhet të vetë financohet, të ecë me këmbët e tyre. Të ketë atë pa autonominë fiskale. Këtu duhet jetë vëmendja e gjithë drejtuesve të bashkisë. Edhe si doktoresha, patjetër, por edhe sekretare bashkie, si e gjeni ju kohën të shkëputeni dhe të përqafoni atë ëmbëlsinë e nipërve dhe mbesave tuaja se tani tashmë dhe gjyshe dhe pikën e dobët. Dhe është më e nevojshme që të jesh pranë tyre. Kush është bërë gjysh e beson. Kush është bërë nën e beson. Ato janë mrekulli, janë qeshi mbi tort, janë një dashuri mbi dashuri. Mjalti, siç e thon, edhe në fakt nëse ne kemi një detyrë që edhe na mërzit, edhe jemi të ndjeshëm dhe shkojmë në shtëpi dhe një përqafim i nipit apo i mbesës dhe do të vishesh me energji pozitive. Realisht po e tregoj kështu tani hapur, në një moment që unë isha e mërzitur, hera e parë që nuk e përqafoj nipin kur futem në shtëpi, dhe ulem, isha e mërzitur me punët e mia, disi e përhumbur kështu dhe nona erdhi dhe po mbinte te gjuri. Nona, ojti nona, tha. Ku je nona? Ku je nona? Marove. Jo, nona, mos i bëk gabime asnjëherë. Janë mrekulli në fakt që Zoti i ka falë dhe që janë çlodhja. Janë çlodhja. Ashtu si familja është pika e dobët e imja. Në fakt dhe pas familjes kam gjithat komunitet mbrapa që i duashëm. Kjo familja e vogël, e ëmbël, relaksuese dhe familja e madhe që patjetër e pashkëputur nga ajo e vogla. Një mesazh për komunitetin e Klosit? Si pjesë e familjes madhe? Edhe si mjeke, dhe si nën, edhe si gjyshe. Në çdo aspekt, patjetër. Në çdo aspekt, në fakt, bashkëqytetarëve të mi u drejtohem që duke i falenderuar shumë për besimin që më ka dhënë dhe bashkëpunimin që kam pasur me mu për këto 3 vite që unë kam qenë drejtuese në Bashkinë e Klosit, do të vazhdoj ta kem bashkëpunimin dhe frymën për t'i ndihmuar deri në momentet e fundit, pa diskutim, jo vetëm në shëndetësi, sepse akoma shërbej në shëndetësi. Vazhdon. Jo vetëm në shëndetësi, por në gjithë ku ato kanë nevojë, unë i dua shumë dhe përqafime të përzemërta nga unë. Shumë faleminderit Bona, ishte një kënaqësi që ju kisha sot në studio dhe vetë studia mori atë ëmbëlsinë e kujdesit të një doktoreshe, dashurisë për niprit dhe mbesat dhe patjetër për Klosin që do të ngelet bashki. Besoj. Shpresojmë shumë. Faleminderit Juli dhe për ju dhe për këtë staf të mrekullueshëm. Faleminderit të dashur ndjekës, ju falenderojmë nga zemra që ishit pjesë me ne sot dhe morët nga ato emocionet e një leadershipi apo administratore të njësie vendore që i duhet shumë të lëri pas edhe atë familjen e vogël për të dhënë më të mirën për familjen e madhe, jo vetëm si një administratore, por edhe si mjeke, por edhe si nënë dhe si gjyshe. Faleminderit Bona edhe një herë. Faleminderit.